Imran Husseini është një armik ideologjik i shqiptarizmës dhe i shqiptarëve dhe i shqipës. Mirë po në habit në atë në Shqipëri se e kanë ftuar. Po ajo lufta atje është duke ndodhur luftë për shfarosin e muslimanëve. Nuk ka qenë për shfarosin e muslimanëve genocidi dhe dëbimi i shqiptarëve nga Çamëria dhe i shqiptarëve nga Kosova. Po e mbrojtë këtë tezë, është një nga tezat më antikontare që mund të mbrosh. Po ka lidhje. Po s'ka pra lidhje tani. Jo, nuk ka jo. S'ka lidhje tani, mos e ngatro tani. Dere mjekën pritë pak tani dhe modero. Disa herë po kësaj rrodhe shërbimi shqiptar kanë deportuar dhe nuk e kanë leju me shkel tokën shqiptare. Zema të madh sot nuk kum pas kur kum dëgju lajmin. Unë flas kur ta kryjm ti. Jo, më nuk e kryj fare tani, do më bisedën tani, nuk e pranoj më këtë bisedë. Clear target, Pastrocakun.